Në radhë parë faleminderit njërë për shqetësimin ton që kemi. Unë këtu jam një nga ndër fermerët më të prekur. Jemi në fshatin Dushk, mund të jemi 4-5 që kemi toka me qera, që merremi me bakti. Unë kam pothuajse rreth 20 hektar tokë me qera. Ndër to kam rreth 6-7 lymi kam perimore, si që shihni vetë, ja gjendja duket, s'ka çfarë thot, kam lakër kokë dhe presh. Këtu ka falimentuar çdo gjë. Plus jonxhat, foragjeret, kam rreth me këtë 3% që kam këtu, kam rreth 20 hektar tokë që kam me qera. Kam toka tani që i kam pluguar për misër. Kjo është hera dytë nga nëndori. Edhe tani është hera dytë që ne përmbytemi. Ishte hera e parë, por jo me këtë përmas. Kjo është hera e dytë tani. Çat shikosh vet, duket. Nuk ka koment. Po gruri që shohim këto mas. Gruri, elbe, të gjitha tjerat janë të mbaruara. Në përmbytje të nëndorit u dëm shpërblyet ju si fermer? Jo, asnjëherë. Unë kemi 35 vite që kam marrë tokën këtu, nuk ka pasur ndonjëherë të tillë ujë. 35 vite nuk ka hipur ndonjëherë ujë me këtë pikë që jemi këtu, nuk ka hipur ndonjëherë ujë. Jemi një pikë. Pastaj poshtë ka qenë përmbytje, po jo me këtë farë. Tani duam në ndihmë nga shteti, në diçka nga shteti, po na ndihmoj. Unë më kapi edhe një herë. Ja, këto në krahun këtej kam toka të plugura, i kam unë. I kam bërë gati për të plugura për jonxha, për foragjer, i themi ne. Për të mojtur baktin. Ja kavaleta mbrapa, është në ujë, brenda. Unë më kapi edhe një herë në shkurtë, në mars, që të bën mbjellet pranverore kështu. Ne themi fshat që ti biesh murit me kokë. I bie ti biesh murit me kokë. Se këtu s'ka më asnjë. Pra ju po na thoni që në qoftë se nuk ndihmojnë në këto momente nga shteti, nuk keni më të ardhura për të vazhduar aktivitetin tuaj apo? Është shumë katastrofike për ne. Shumë për ne na ka marr shumë dëme. Nëse nuk ndryshon shteti? Këtu ka qenë edhe administratori, i ka parë, edhe deputeti e ka parë gjendjen. Uji vazhdon lëvizja tërheqja, vazhdon nga ajo. Në kohët këtu thonë pliqt, ka qenë një kanal Pric më para. Kanali Pric është ndërprerë, është bllokuar, hidrovori aq ujë thith. Nuk është bërë hidrovori për të thithur gjithë ujërat e malit. Ka qenë një kanal para afër 300-400 metra afër asfaltit, që bënte derdhjen direkt në lumin Shkumbina, ku dilte në atë kohë, në kular. Tani ai s'funksionon, përmbytemi ne këtu. Kjo është pika më e ulët, pothuajse në gjithë Shqipërinë. Pothuajse në gjithë Shqipërinë, këtu, në kjo zonë këtu, mund të jenë 150 hektar vetëm kjo pjesë e Dushkut këtu. Po të kalosh asfaltin e rrugës Treurave edhe krahun më tande njëjta gjë. Duket vetë nuk ka. Ka marrë të marrë ushqim për baktit, çfarë do marr? Ja kavaleta branë në ujë, ja. Ujë, ja laka në ujë, të gjitha kanë mbaruar. Faleminderit ju. Hajde këto. I më nuk prit. Mund të fillojnë përgatitjet për mbjelljen e misrit dhe luljes diellit, ne s'kemi me të ardhura se s'po shesim asnjë gjë. Të ardhur shaktojnë në dorë, shikoni vetë thoj. Ja gruri thoj, sa gjendit, ja laka, unë kam